çdo herë vina me shpresën që diçka ka lëviz nga pjesa e kompit opozitor. E vërtet është që qytetarët presin që ne me ofru zgjidhje, nuk është që kuptimi ne nuk kemi bërë lëvizje në këtë drejtim, ndërsa do të kemi lëvizje atëherë kur kemi reflektim pe partive politike që deri sot kanë refuzuar me aprovu komisionin përmes të cilët ne mundemi me hi në pikën tjetër të tranzitit që është procedimi i kandidatit për kryetar të kuvendit. A keni arrit gjatë këtij 48 orësh me arrit ndonjë marrëveshje politike, qoftë me ndonjë parti, qoftë me ndonjë individ, se po përmendet që është pas lëvizje edhe me individ deputet të caktuar? Po tash në vazhdimsi ka komunikim. Unë nuk jam prej atyre që kam zhvillu biseda ose komunikime, po në rastin do të mipet rasti me secilin prej deputetëve që deri sot nuk kanë votu komisionin, unë thjesht kisha me bën një pjesë të argumentit ose shpjegimit pse është e rëndësishme për Kosovën që Kosova me pas kuvend edhe në një afat tani më të shpejt kohor edhe qeveri. Tërbica ka pas aty në teoria me Fatmi Dima në Nisma Social-Demokrate, në fundit keni thonë që nuk e keni ende tamam vendimin pasi diskutoni në lëvizjen vetëvendosje nëse jeni pro ose kundër tij të bëhet kryeparlamentare. Keni marrë tashmë një vendim? Ju si listë Guxha? Për të sotën herë në jena partia Guxha. Andaj e bëra pyetjen si lista Guxha. Dhe çështja është që për negociatat me Nismën Social-Demokrate dhe me zotin Lima, do të thotë negociatat e zhvillon këtë rast lëvizja vetëvendosje dhe kryeministri Albin Kurti ose dikush nga pjesa e ekipit që potencialisht mundet me u delegu. Dhe takime ka pas para dikon 2-3 ditësh, nuk e di çfarë niveli është realizuar, po ka pas aktor vetëvendosës që e kanë konfirmuar një gjë. Po deri në këtë fazë nuk kam dieni që këtë lëvizën diçka. Ajo që dihet është që do thotë në aspektin e qeverisjes ne të gjithë e shohim Nismën Social-Demokrate si partner eventual. Po në kuvend në rrafshin personal, a keni ndonjë parashikim se kur mund të zgjidhet kjo blokadë? Sot e 25 herë, anën tjetër po thoni se keni ofruar alternativa të cilat nuk kanë shkaktuar ndonjë rezultat. Në rrafshin personal, a keni ndonjë ku nëse ju ditë? Jo, nuk munda me parashiku një gjë të tillë. Do thotë është shumë hipotetike. Do të isha shumë i lumtur në rast se do të arrinim që ta zgjedhim kryetarin e kuvendit edhe të futemi në afate ligjore dhe kushtetuese për mandatarin e qeverisë. Faleminderit. Për asnjë moment nuk është diskutuar brenda partisë që të ndronë edhe kandidatin, ndoshta nuk është edhe fundi botës në ndrohet kandidatin. E kena dhënë shpjegimin fundi botës, nuk është në radhë parë që do thotë deputet me respektu vendimin e gjykatës kushtetuese që duhet me marrë pjesë edhe me kontribu konstituimit të kuvendit.